Jam e martuar, por jetoj në shtëpinë vete, por kur shkoj tek Vjera dhe du mu la mbas dite, më thot Vjera mos u laj tani para dielli. Po mos u laj ke Vjera, mirë ka Vjera. Lau ke shtëpia jote. Në rregull është Vjera. Boçë boti me burrin tat shkolash ke Vjera. Kështu që lau ke shtëpia jote ka drejt Vjera, po s'ka lidhje sa o keq. Ky muhabet s'ka terslik. Po Vjera ka i farë drejtë. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi që më ula para dielli ose mas I ka ra dielli. Por soti. Thënë mua të forta, vetëm shqiptarët kanë kështu muhabetesh. I thot Vjera nusës mos u laj para dielli. Por ç'të duhet me të falë Allahu. Ka ra dielli, është trinj dielli. E ka zonë gjumi dielli. Po leje me të larë të shkreta. Po edhe kjo mosh, ka rri gjithë ditën në shtëpitë vet, kurse për të lash ka mu lage Vjera. I zoti.